Deputetja e Partisë Socialiste Valentina Leskaj në intervistë për një report komenton zhvillimet pas ndeshjes Serbi-Shqipëri dhe veçanërisht trajtimin që ka bërë politika shqiptare. Për zonjën Leskaj, klasa politike shqiptare ashtu si dhe shoqëria treguan se bëjnë diferencën në krahasim me palën serbe, që vazhdon të jetë pengi nacionalizmave të së kaluarës. Zonjë Leskaj, në të parë falenderoj që pranuat këtë intervistë për një report. Ju doja të pyesja për përshtypjet tuaja, por edhe një qëndrimin tuaj në lidhje me atë që ndodhi ditën e martë në Serbi, ku gjithë besoj kemi parë dhe ndeshjen ato skena dhe ato akte dhune të cilat ishin të paimagjinueshme. Si besoni ju, cili është qëndrimi juaj në lidhje me këtë situatë? Gjëja e parë që të vjen mend sapo e rikthen edhe një herë skenën e turpshme, do thosha, të dhunës, të urrejtjes që u shprehen atë natë në atë stadium. Pyetja që bëhet është që a jemi në një vend i cili gjeografikisht është vend europian dhe natyrisht është një vend i cili aspiron dhe për të bërë antar i Bashkimit Evropian. Dhe duke parë atë, unë mendoj që për fat të keq në Serbi është akoma koka mbrapa. Do të thotë që koka është e kthyer nga e shkuara dhe jo nga e ardhmja. Çka do të thotë që kjo kokë e kthyer nga e shkuara mban peng, unë besoj, jo vetëm Serbinë, por natyrisht që ka një impakt në gjithë Ballkanin. Natyrisht që është tepër të them sepse i kemi thënë dhe i gjithë publiku shqiptar natyrisht ka shprehur keqardhjen për atë që ndodhi atje, por ajo që unë dua të them është që diferenca që ka mes qëndrimeve që janë mbajtur në Serbi dhe qëndrimeve që janë mbajtur në Shqipëri, e cila është treguesi kryesor për sa i përket kësaj ngjarje. Radh parë që deklaratat e politikanëve serb janë deklarata të një vendi që nuk mund ta mendosh që është një vend i cili aspiron të jetë antar i Bashkimit Evropian, por natyrisht dhe fakti që ata lejuan të precipitonte situata aty, do të thënë flet shumë për qëndrimet e tyre, pra kanë folur edhe me fjalë, po edhe pa fjalë. Pa fjalë e kam fjalën për qëndrimet që u mbajtën, dhe lejimin e asaj sjellje dhe pastaj përpjekjet për ta justifikuar, sepse natyrisht që nuk ka gjithë fiku që ta mbuloj, po përpjekjet që janë bërë për ta justifikuar dhe natyrisht, domethënë, vijimësia në këto 2-3 ditë që ka mbajtur politika. Për sa i përket politikës shqiptare, unë besoj po kjo shkon përtej politikës edhe përgjithsisht qytetarisë shqiptare që nis me gestin, me sjelljen, me qëndrimin atyre djemve në stadium, të cilët kanë bërë, besoj, një sjellje qytetare në radh parë, sepse nuk kanë qenë as provokator dhe as agresiv, natyrisht një sjellje kurajoze, një sjellje qytetare, civile, europiane, dhe një sjellje shqiptare, shqiptarizmi jo në kuptimin e nacionalizmit që ne e kemi parë në krahun tjetër, por shqiptarizmi të një shqiptarizmi civil të qytetëruar ashtu siç mbajtur qëndrimi. Ndërkohë, reagimi i politikës shqiptare gjithashtu ka qenë një reagim i vetë përmbajtur, një reagim i cili konsideron edhe rolin e Shqipërisë në Ballkan, e cila vazhdimisht ka qenë një faktor stabiliteti në Ballkan, por që dua të them që kohët e fundit, nëse më përpara ne jemi quajtur një faktor stabiliteti në Ballkan për shkak të gjithë qëndrimeve që kemi mbajtur, unë besoj që me gjithë zhvillimet e fundit, e gjithë sjelljen e qeverisë së re shqiptare, me aktivitetin e Berlinit dhe me një sër nismash, Shqipëria po luan një rol faktorit stabilitetit jo pasiv, po proaktiv. Dhe shumë e rëndësishme të bësh këtë diferencë mes një roli pasiv, domethënë që natyrisht dëshiron një paqe në Ballkan, nuk je shkak i trazirave, mbështet le të themi çdo nisëm e cila i kontribon paqes në Ballkan, por në këtë rast ne kemi edhe një rol proaktiv, do thosha, për sa i përket paqes dhe stabilitetit në Ballkan.
Ndërkohë që sot debati më i madh arbrin në mjediset europiane dhe këtu i referohem të paktën edhe një debati shumë të freskët të fundit i cili ka marrë do thoshja 3 evenimente të rëndësishme në Këshillin e Europës, ka të bëjë me atë që quhet sot hate speech apo gjuha e urrëties. Do të thënë gjithë shqetësimi i Bashkimit Evropian, i Këshillit të Europës dhe gjithë strukturave euroatlantike, edhe për shkak të situatave ndërkombëtare, lidhet me atë që ata e quajnë, do të thonë, gjuha e urrëties, e cila nuk duhet të ekzistojë dhe nuk mund të ekzistojë, sidomos kur bëhet fjalë për vende të cilat aspirojnë të bëhen antar të Bashkimit Evropian. Për fat keq, do të thënë, në ngjarjen e fundit ka qenë gjuha e urrëties e cila inicioi të gjithë atë incident që ishte aty. Dhe natyrisht mua më vjen keq si shqiptare që shpesh gjej në media lokale, e kam fjalën jo si produkti medias, po ndonjëherë si produkti analizave, apo si produkti informacioneve që vinë edhe nga media ndërkombëtare, cilat nuk janë të informuara mirë, që shkaku në gjendje flamuri. Në fakt, shkaku nuk është e flamuri, shkaku ka qenë më përpara, sepse çdo shqiptar besoj dhe një fëmijë i vogël që e ka ndjekur ndeshjen e ka parë që gjuha e urrëties u shfaq dhe agresiviteti shumë u shfaq pra më përpara ashtu. Që në pritje në aeroport dhe në gjithë sjelljen deri në kthimin, e sportistëve, natyrisht edhe atyre pak njerëzve që patën mundësi të ndiqnin ndeshjen. Çka do të thotë që nuk ka qenë flamuri arsyeja, por kanë qenë arsye të tjera, të cilat domethënë ne kemi diskutuar edhe herë të tjera. Unë doja të pyesja pak, po diskutohet shumë në fakt të ditë edhe për vizitën e kryeministit Rama. Sot kemi pasur edhe një reagim nga ana liderit ose kryetarit opozitës, zotit Basha, i cili ka bërë thirrje zotit Rama që në këtë situatë të krijuar me këtë lloj ftohje, sidomos nga ana palës serbe, vizita nuk duhet të bëhet. Besoni se një anullim i vizitës do ishte edhe ajo që tha zoti Rama të ulesh në nivelin emocional të tifozëve, apo nuk duhet të bëhet vizita pasi nuk është se do shërbente, le të themi, përqetësimin e ujrave, pasi kemi një situatë me Kosovën, takime pafund 3 vite mes kryeministit Thaçi, zoti Dačić, kur ka qenë kryeministër, tashmë ministri i jashtëm, dhe nuk është se kemi pasur një normalizim të situatës. Pra, çfarë do sillte mendoni ju një vizitë në zotit Rama? Atëherë përpara kësaj desha t'i kthehem pak çështjes që përmenda më përpara, që gjuha e urrëties shkon në kundërsens me atë që Bashkimi Evropian, ku ne duam të antarësohemi, po përgjithsisht partnerët tanë euroatlantik do të thënë kërkojnë. Çka do të thotë që kërkohet një reflektim nga politika serbe për sa i përket kësaj. Sa i takon vizitës së kryeministrit, unë kam thënë pak edhe dje që natyrisht mund të ketë edhe zhvillime, domethënë, por gjithsesi kryeministri e ka dhënë një përgjigje e cila ishte qartë dhe saktë dhe që unë nuk dua të komentoj, domethënë mbi atë përgjigje që është dhënë. Ajo që unë dua të them lidhur me këtë vizitë, po, sipas opinionit tim, është që ne padyshim që edhe në këtë rast bëjmë diferencë. Do të thotë që bëjmë diferencën mes një politike e cila nuk shkëputet dot, pra nga nacionalizmi i vjetër, dhe nga trajtimi i çështjeve, qoftë edhe në rastin e sportit, nga një perspektivë e vjetër nacionaliste dhe një politike të re e cila lufton dhe synon për një klimë të re në Ballkan. Unë nuk e shoh si pozitë inferioriteti, siç kam dëgjuar rëndom. Unë besoj që ata që domethënë e marrin këtë kurajo përkundrazi, dëshmojnë një superioritet. Sepse ne nuk kemi ndonjë arsye as të tutemi dhe as të kemi komplekse. Sepse jemi vendi ballkanik i cili kurrë nuk ka krijuar probleme në Ballkan, përkundrazi ka qetësuar, ka kontribuar dhe ka faktorizuar
për një klim paqeje në Ballkan. Dhe në këtë rast, unë mendoj që edhe në këtë rast ne bëjmë diferencën. Pra, bëjmë diferencën në gjithë vijën e sjelljes ndaj çështjeve le të themi të Ballkanit, po edhe ndaj rastit të incidenteve, sepse Serbia nuk është rasti i parë, apo le të themi tifozët serb, nuk është rasti i parë që kanë krijuar incidente. Unë dua të kujtoj rastin e Gjenovës, që ndodhi prap, le të themi, në stadium, që ishte një incident që u gjykua nga gjithë, dhe unë nuk e besoj që të ketë dy standarde edhe në të ardhmen, përsa i përket gjykimit dhe qëndrimeve lidhur me atë që ndodhi në stadiumin e Beogradit, ndaj jo vetëm sportistëve, por edhe atyre pak njerëzve shqiptar që ishin aty, po në mënyrë të veçantë ndaj sportistëve. Kështu që në këtë rast, ne nuk kemi pse të kompleksohemi se do na quajnë të dobët që shkojmë atje, do të thonë që kryeministri shkon, kjo është forcë, por gjithsesi unë kam thënë edhe dje që natyrisht kryeministri e ka thënë fjalën e vet dhe është edhe në të drejtën e tij për shkak të gjykimit dhe të vlerësimit të rrethanave deri sot dhe në vijim. Dhe them që deri sot edhe në vijim, sepse natyrisht që këtu partnerët ndërkombëtar nuk janë sehergji edhe në këtë rast, sidomos kur bëhet fjala për Ballkanin, që dihet që Ballkani ka qenë në rajoni për shkak se ka prodhuar konflikte, një rajon që ka mbetur sensibël, le të themi, për partnerët ndërkombëtar, aq më tepër kur flasim në një klim që nëse e shohim më gjerë në Europë dhe shkojmë përtej rastin deri te rasti i Ukrainës, pa dal pak më tutjet e ISIS-i që ne na duket më tutje, por që në fakt na afekton të gjithë ne, nuk është se ka afektuar vetëm vendet ku ISIS-i operon, por në fakt ka një impakt edhe në Europë, edhe për shkak të numërit të lartë që dihet të luftëtarëve që kanë shkuar atje, por edhe për arsye tjera. Kështu që do të thoshja nëse ne shikojmë këtë klimë të përgjithshme gjeopolitike, natyrisht që çdo konflikt, çdo incident apo çdo ngjarje që ndodh, ngjarje e kam fjalën jo e këndshme, do të thonë ngjarje të rënda siç është edhe kjo, natyrisht që kanë vëmendjen e komunitetit ndërkombëtar dhe të partnerëve ndërkombëtar, me të cilët qeveria jonë është në kontakt natyrisht dhe arsyetim të vazhdueshëm për sa i përket menaxhimit të situatës. Do të pyesja pak, duke qenë që ju keni një eksperiencë të gjatë edhe në Këshillin e Evropës, edhe në institucionet europiane, njihni nga afër, si është parë ky incident, nëse keni pasur komunikime gjithmonë? Jo, unë natyrisht që publiku shqiptar ka ndjekur përmes televizionit, ka parë, do të thonë, gjitha deklarata me fundit ishte sot që vinte po nga Bashkimi Evropian, lidhur me incidentin, por edhe deklaratat që kanë qenë të dy ditëve, le të themi, ajo djeshmja dhe e pardjeshmja e zëdhënses baroneshës Ashton, ka një, do të thoshja, një ndryshim ose ndofta reflektim të dukshëm për sa i përket qëndrimit të një dite më parë dhe atij të djeshëm të zëdhënses, por e cila më së fundi sqaroi se kush ishte thelbi i qëndrimit të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që sot kemi një deklaratë tjetër që vjen po prap nga mjediset e Bashkimit Evropian, nga komisioneri i cili ka të bëjë, mbulon edhe çështjet e sportit, pra mbulon arsimin, kulturën, por edhe çështjet e sportit, dhe në një farë mënyre, do të thënë, ka një qëndrim të qartë. Ajo që dua të them është lidhet me atë që sa përmenda më parë, që gjithsesi, pavarësisht, do të thënë, edhe nga deklarata që ka pasur, apo diferenca që mund të ketë pasur në deklarata, gjithsesi një gjë është e qartë.
për Europën, për Bashkimin Evropian, për standardet europiane, gjuha e urrejtjes dhe në këtë rast kemi jo vetëm gjuhë, ka kaluar për te gjuhës, kemi veprime të urrejtjes dhe është e papranueshme për Bashkimin Evropian, ashtu siç e keni ndjekur besoj edhe deklaratën, do të thonë që vjen nga përtej oqeanit, pra që vjen nga Departamenti i Shtetit. Por gjithsesi do të thoshja që nga çdo lloj veprimi i urrejtjes, qoftë ky verbal apo fizik, ka një sensibilitet të lartë dhe ka një ndjeshmëri natyrisht dhe është e papranueshme për vendet të cilat aspirojnë të jenë antarë të Bashkimit Evropian. Në një pyetje të fundit, ju keni eksperiencë të gjatë në politikë, keni dhe njohuri patjetër shumë mirë për Ballkanin. Pse gjithë kjo urrejtje ku po themi 30.000 veta në atë stadium bënin thirrje deri në vrite të zhduket, gjithë kjo urrejtje ishte deri diku dhe një surprizë për publikun shqiptar. Të gjithë me sa kanë parë kanë mbetur shokuar, nuk e prisnin që urrejtja të ishte deri në këto nivele. Ju kujt ja atriboni këtë arsye apo s'ka arsye? Jo, askush nuk e priste, do të thonë që të kalonte deri në një histeri kolektive. Natyrisht kjo më shumë kërkon një shpjegim psikologjik se sa politik, do të thonë në këtë rast, por që padyshim që ka background, ka dhe background, do të thonë politik, por edhe dihet njëhet që kur le të themi, do të thonë ngrihet një histeri, do të thonë turmat bëhen të agresive dhe të rrezikshme. Këtu, unë e thashë edhe përpara, reagimi i politikës atje është çështja që, do të thonë, mua, ashtu si të gjithë shqiptarët, do të thonë natyrisht që na ka vënë në dilemë dhe pyetja shtrohet, nuk mundën, nuk deshën, do të thonë, dhe natyrisht që deklaratat e mëvonshme për fat të keq, dhe e them pra për fat të keq, sepse cili do nga ne dëshiron të jetojë në paqe në harmoni në Ballkan dhe për këtë le të themi në Shqipëri është investuar, dhe kur them është investuar në politikë, po pse jo, është investuar në edukim, është investuar në kulturë, dhe ne duhet jemi krenar për sjelljen e atyre djemve, po duhet jemi krenar për gjitha qëndrimet e mëvonshme, sepse në Shqipëri nuk pati asnjë shenjë, do të thoshja, histerie apo reagimi negativ, siç vazhdoi të kishte për shembull në Serbi, siç ka ndodhur dihet me disa subjekte, dyqane apo le të themi pasuri apo punë që kanë qenë të shqiptarëve të Kosovës atje. Këtë nuk e shef në Shqipëri. Dhe kjo është, besoj, gjëja vlera më e madhe, domethënë e qytetarisë, europianizmit gjithashtu. Leskaj, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit.